Gjermania dhe shumë vende të tjera të botës ja kanë parë sherrin luftës në Iran, të paktën sa i përket rritjes së çmimeve dhe inflacionit. Pas disa muajsh qetësie, në mars është rritur inflacioni bukur shumë dhe ka arritur shkallën prej 2,7% krahasuar me muajin e vitit të kaluar. Zyra e statistikave bëri të ditur sot se kjo është shifra më e lartë në më shumë se 2 vitet e fundit. Në shkurt, inflacioni ka qenë 1,9%, ndërsa tani është rritur pra në 2,7%. Arsyeja e rritjes së inflacionit është rritja e madhe e çmimit të energjisë, që është shkaktuar nga lufta mes SBA-s dhe Izraelit kundër Iranit. Kjo luftë po zgjat për më shumë se 4 javë dhe për fat të keq nuk ka shenja se do të përfundoj shpejt. Shpresoj që nuk kam të drejtë, por kështu po duket. Kjo luftë ka shpresuar madje edhe raportet mes Trumpit në njërin anë si dhe Gjermanisë, Francës, Britanisë së Madhe, Spanjës dhe shumë vendeve të tjera europiane në radhë të parë në anën tjetër. Kancelari Merz, Parisi e Londra kanë refuzuar shumë hapur kërkesën e Trumpit për angazhimin e forcave ushtarake në ngushticën e Hormuzit, ku kalon gati 45% e karburanteve për nevojat botërore. Ndërsa Trumpi ka kërcënuar madje edhe me mos mbështetjen e NATO-s për këtë shkak. Sidoqoftë, shikuar nga situata e tanishme, kam frikë se rritja e çmimeve do të jetë e madhe edhe në prill dhe në maj, të paktën për shkak se rritja e çmimeve të energjisë do të shkaktojë natyrisht një zinxhir të rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe çmimeve të tjera. Ekspertët në Gjermani parashikojnë pra që inflacioni të rritet, që çmimet të rriten edhe në muajt e ardhshëm. Shumë vende po përpiqen të ndërmarrin kundërmasa ndaj rritjes së çmimit të karburanteve, duke bërë kufizime të ndryshme, por deri tani pa ndonjë sukses të madh. Sidoqoftë, në ditët dhe javët në vijim edhe unë do të merrem me këtë çështje më shumë, sepse ka të bëjë me të gjithë ne pra, ndaj mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse mua më duket interesant për të gjithë. Faleminderit dhe mirupafshim.